Pojka kaikille. Tässä videossa opiskelemme objektia. Përshëndetje të gjithëve, në këtë video do të flasim për objektin. Do të thotë objekti ka 3 forma. Do të thotë objekti mund të vijë për shembull në formën partitivi, që do të thotë pjesore, në formën genetivi ose akusativi, që do të thotë pranore, do të thotë kur një sen është i plot, është akusativi, edhe në perosmoto, do të thotë në formën bazë. Për shembull në formën partitive vjen për shembull siç i kemi marrur shembullit në vazhdim, objekti vojolla partitivisa, genetivisa, taj perosmodosa eli nominativisa. Partitivisa vojolla silloin esimerkiksi kun on verbien kanssa, do të thotë objekti mund të jetë në formën pjesore, atëherë kur është verbi në pyetje, ose kur është numero i den kanse, do të thotë nëse numri është më i madh se 2-shi, edhe kur do të thotë tregojmë se diçka është kesken, do të thotë nuk është valmis, do të thotë në atë aspektin nuk është hale gati, është në mënyrën gjyst. Le të marrim shembull, për shembull partitivi. Isa rakasta pojka, do të thotë babai, do të thotë e dën djalin, do të thotë babai dashuron djalin. Këtu do të thotë pojka është djali. Për shembull kuka rakasta, kush isa. Mita teke, do të thotë mita isa teke, çka bën babai? Do të thotë hen rakasta. Do të thotë hen rakasta. Do të thotë isa, kuka, isa. Mita isa teke, hen rakasta. Keta isa rakasta, do të thotë kë babai dashuron, ai dashuron djalin, do të thotë pojka, do të thotë në këtë rast kjo është komplet lause, do të thotë kjo është komplet fjalia, do të thotë objekti në këtë rast është në formën partitive. Pse? Se do të thotë pojka, do të thotë objekti në këtë rast është pojka, do të thotë është me këto i kumbo me shkruan të kuqe, për arsye për me spjegue kur është do të thotë objekti në mënyrën partitive, do të thotë Isa rakasta pojka, do të thotë babai dashuron djalin. Le të marrim shembullin në vazhdim. Mina en syö kalla, do të thotë partitivi, do të thotë objekti është në formën partitive gjithmonë atëherë kur është negativi lause, do të thotë nëse mbrana një fjalie është fjala negative, atëherë do të thotë objekti është në mënyrën partitive. Si kur për shembull mina en syö kalla, do të thotë mina jam unë, do të thotë en syö, do të thotë nuk ha, kalla do të thotë peshk. Kalla është perosmoto, do të thotë një peshk. Këtu e ka kuptimin mina en syö kalla, do të thotë unë nuk ha peshk. E ka kuptimin komplet kjo fjalia, do të thotë unë nuk ha peshk. Këtu ka ardhur me dyja, për çfarë arsye? Se rregullat e partitivit thotë që nëse fjalia është në mënyrën negative dhe fjalia do të thotë përfundon me a, atëherë bëhen dy aja, do të thotë sikur këtu kalla, kalla. Do të thotë kuka e syö, kuka për shembull e syö kalla, mina, do të thotë unë nuk ha peshk. Do të thotë këtu objekti është në mënyrën partitivi, do të thotë me verbe, do të thotë këtu ke verbi, edhe këtu është do të thotë në mënyrën negative, do të thotë përsëri, do të thotë objekti është në mënyrën partitivi, do të thotë përderisa diçka është në aspektin e pakryme, ose është me verbin, ose është negativi lause, ose është edhe me numero, do të thotë nëse numri është më i madh se 2-shi, edhe themi diçka për shembull mina ostan taksi auto, do të thotë përdoret partitive, do të thotë objekti është në mënyrën partitive. Dhe vazhdojmë. Äiti leipoo leipää, do të thotë äiti është nëna, leipo e ka kuptimin gatuan, leipää, do të thotë leipa e ka kuptimin një bukë. Por këtu themi äiti leipoo leipää, do të thotë nëna gatuan bukë, por në këtë rast objekti do të thotë është në formën partitive, në pjesore, për çfarë arsye? Se objekti do të thotë veprimi është ende në gjyst, nuk ka përfundu ende veprimi, do të thotë është kesken, përderisa do të thotë veprimi është në gjyst, që është i pa përfundum, atëherë e përdorim partitivi, do të thotë objekti, komplet objekti fjalisë që komplet kjo fjalia do të thotë kokolause,
on partitivi modus. Do thot objekti tas sa till antesa on partitivi modus. Do thot në këtë rast objekti është në formën partitive. Do thot ajti lej po, lej pa, do thot nëna gatuan buk, por ne nuk e dim, do thot se nuk e dim, do thot ne në atë aspektin nuk e dim se sa buk gatuan, por edhe është që veprimi është në gjyst. Këtu kemi hen luke romanja, do thot hen aj luke lexon romanja, do thot aj lexon roman. Në këtë rast pyetja është kuka, do thot hen. Mita hen teke, çka bën ai? Hen luke. Mita hen luke, për shembull mundet me kon kirja, ai lexon libër se hen luke romanja, do thot ai lexon roman, po përderisa objekti është në mënyrën partitive, do thot ende veprimi është në gjys, do thot ky nuk e ka përfunduar leximin e romanit, do thot leximi i romanit është në gjys, për atë arsye ka ardhur aja, romani është një roman, do thot këtu thot hen luke romania, do thot ai lexon roman, do thot veprimi është ende në gjys. Edhe atëherë do thot objekti është prapë në mënyrën partitive, atëherë kur ka diçka me një vend, pak ose shumë, do thot e pamarrajnë e merra, do thot shumë e pacaktume, do thot ne nuk e dimi shumën, mundet me kon pak, do thot mundet me kon shumë, po na nuk e dina shumën, sikur për shembull Helsingisa on paljon ihmisiä, do thot Helsingisa në Helsingi on është ka paljon shumë ihmisiä, do thot njerëzi, do thot Helsingisa on paljon ihmisiä. Për shembull pyetja lin missä on paljon ihmisiä? Helsingissa. Për shembull në Helsingi ka shumë njerëz. Do thot komplet kjo kokolause, do thot gjithë fjalia është në mënyrën partitive. Do thot komplet fjalia, komplet kokolause, do thot është objekti në këtë rast, komplet objekti do thot është në mënyrën partitive. Pse? Për shembull Helsingisa, ne po themi Helsingisa on paljon ihmisiä, ne nuk po caktojmë do thot shumë, nuk po kallzojna se sa njerëz janë, po themi që on paljon. Mundem me kon 100, 200, ne nuk e dimi shumën, do thot. Prap objekti është në partitivi modus, do thot në formën pjesore. Këtu kemi benzini on kallista, do thot benzini është do thot shtrejt, do thot çmimi është i lartë, do thot këtu përdoret prap do thot objekti është në mënyrën partitive. Pse do thot? Se on kallista, për shembull se është ajnesana, do thot nëse është ajnesana, sen që nuk numërosh thash më parë siç e ceka e pamarrajnë merra, do thot shumë e pacaktume është do thot kjo. Benzini se na nuk e dina, do nuk mundum na me një për shembull, sikur për shembull mundum me një për shembull ngullat ose veturat ose do thot silenopsat e kështu me radhë, benzini nuk mundum me një, do thot është i panumërueshëm. Atëherë kur një sen është i panumërueshëm, gjithmonë do thot përdoret partitivi. Në këtë rast do thot millaista benzini, do thot çfarë është benzini, do thot a është i shtrejt apo i lirë, do thot çfarë lloji është, në atë kuptimin e çmimurës. Benzini on kallis, do thot kallis e ka kuptimin e shtrejt, është do thot adjektivi, është mbiemër, por në këtë rast komplet do thot fjalia ka ardhur në mënyrën partitivi. Pse? Do thot se është ajnesana, do thot është sa që nuk numërohet. Benzini on kallis, do thot benzini është i shtrejt. Vazhdojna. Lapsi syje vähän suklaata, do thot këtu kemi apet, do thot prap është do thot objekti është në mënyrën partitive. Pse është në mënyrën partitive? Se këtu po themi që lapsi, fëmia, syje, ha, vähän, pak, suklata. Na do thot nuk e dina shumën, ajo është pak, po do thot këtu është suklata. Suklata, na për shembull nuk mundem me një suklata në çokoladën do thot në atë aspektin, përderisa nuk e dojna në përpjesë. Përderisa nëse e dojna në përpjesë, atëherë numërohet. Përderisa është vetëm suklata, do thot në këtë rast është e panumërueshme, do thot hen syje, vähän. Kjo vähän e bën do thot që komplet objekti do thot është në mënyrën partitive. Pse është në mënyrën partitive? Për arsye se është vähän. Si thamë marrët,
Paljon, vähän, epämääräinen määrä, do të thotë në shumë pacaktume, pak ose shumë. Këtu do të thotë lapsi, syë, vähän, suklata. Le ta zgjedhojmë pak. Kuka, kush, lapsi, fëmijë. Mita lapsi teke, çfarë bën fëmijë? Hen, do të thotë lapsi, syë, fëmija han, shembull mita lapsi syë, hen syë suklata, do të thotë ai han çokoladë, vähän, suklata, ai han pak çokoladë. Do të thotë kjo është sa i përket të lapsi syë, vähän, suklata. Vazhdojna likemies, do të thotë likemies është një biznesmen. Likemies ostar kaksi auto, siç e thash më herët, do të thotë nëse është numri më i madh se një, atëherë do të thotë përdoret, do të thotë objekti është në mënyrën partitivi. Pse është në mënyrën partitivi? Se rregulli i partitivit thotë që partitivi përdoret nëse numri është më i madh se një. Në këtë rast numri është më i madh se një, se do thotë likemies ostar, do thotë likemies, një biznesmen ostar blen kaksi, dy auto, vetura, do thotë kuka, kush e bën veprimin kuka ostar kaksi auto, do thotë kush blen dy vetura, likemies, do thotë një biznesmen. Mita likemies teke, do thotë çka bën një biznesmen, hen ostar, do thotë ai blen. Shembull, montako, mundu me thonë montako auto, likemies ostar. So vetura i blen likemies, do thotë biznesmeni, likemies ostar kaksi auto, do thotë kaksi, dy auto, vetura. Do thotë auto është një veturë, auto është dy vetura. Do thotë përderisa të tregojna numrin, do të thotë partitivi është yksi kosa, do të thotë komplet objekti, do të thotë komplet kjo lause, kjo fjalia këtu është në mënyrën partitivi, do të thotë objekti është në mënyrën partitivi. Likemies ostar kaksi auto, do të thotë një biznesmen blen dy vetura. Ja kolme uutta puhelinta. Dhe kolme uutta puhelinta, do të thotë ja kolme edhe tre, do të thotë telefona të rinj. Do thotë se është, do thotë usi është i ri, puhelin është një telefon, do thotë usi është i ri, puhelin është një telefon. Në këtë rast vjen përdoret partitivi. Pse përdoret partitivi? Se është kolme, është numri 3. E ka kalu numrin 1, përderisa e ka lënë numrin 1, do thotë komplet objekti është në mënyrën partitivi, si në këtë rast. Ja kolme uutta puhelinta, do thotë yksiko. Në këtë rast është yksiko partitivi, do thotë komplet kjo fjali, komplet kjo lause, koko lause, on partitivi muodossa. Eli objekti on partitivi muodossa tässä lauseessa. Do të thotë komplet objekti në këtë rast është në mënyrën partitivi, për arsye se numri është më i madh se 2. Okej, vazhdojna, do të thotë kjo ishte sa i përket partitivit. Do të thotë kur është do të thotë objekti në mënyrën partitivi, atëherë kur është me verbe, do të thotë verbe që përdoret partitivi, do të thotë negativi lause, do të thotë sikur kjo këtu mina e syë ka la, do të thotë atë rast kur rasti i tretë është kur do të thotë veprimi është kesken, do të thotë nuk është që përfundon veprimi, ende është kesken, do të thotë veprimi është gjys, nuk është që përfundon, sikur këtu do të thotë hen luke Romania, edhe kjo do të thotë është veprimi është i papërfundum, kjo është rasti i tretë. Edhe do të thotë rasti rasti i katërt, do të thotë është numeroj në kansa, luku po do të thotë është likemies ostar kaksi auto, do të thotë është numri është më i madh se 2, atëherë do të thotë është partitivi muoto, edhe këtu e kemi do të thotë ajne sana në kansa. Do të thotë ajne sana, për shembull ajne sana është benzinë, për shembull se na për shembull në këtë rast këtu ku kemi benzinin kalli, sa nuk mundu me numru do të thotë na benzinin. Edhe kur është do të thotë shuma është e pacaktuar, sikur këtu në Helsinki janë pallën imisja, do të thotë ne nuk e dimi se sa njerëz janë, por derisa nuk e dimi numrin, atëherë përdorin pallën ose vähän. Pallën është shumë, ndërsa vähän është pak. Kjo është sa i përket partitivit, do të thotë objekti në këto raste është në mënyrën partitivi. Kjo ishte sa i përket partitivit, vazhdojna genetivi ose mund të themi akusativi. Do të thotë partitivi e ka kuptimin pjesore, gjuhën shqipe, genetivi është pronore, ose në këto raste mundemi me thënë edhe akusativi, do të thotë akusativi yksiko, vajmoniko, do të thotë akusativi.
Në këtë rast kemi kur përdoret kur është do thot objekti në mënyrën genetive, në cilat raste. Është në ato raste kur është një sen i plot. Për shembull, on yksiasja, do thot on yksiasja kokonan, do thot një gjë e plot. Për shembull, kur thonë blej një sen, po është në pyetje vetëm një, për atë arsye thash se partitivi përdoret nëse numri është më i madh se një. Do thot, jos numëron surën pikojnë yksi, sillojnë ka të kanë partitivja. Muten, jos on vajn yksi selka ja kokonan asja, sillojnë ka të kanë genetivja. Do thot, genetivi përdoret në ato raste kur është një sen i plot, ose procesi është vallmis. Do thot, te partitivi procesi ke kesken, do thot në gjys, në këtë rast te genetivi, do thot te pronuria, objekti është në mënyrën genetive, atëherë do thot kur ne e dimi që do thot procesi është i kryer, do thot vallmis do thot është, ose kur on yksiasja një, do thot për shembull kur thuaj blej një sen, për shembull mund të themi sikur këtu shembull që e komor, mina ostan auton, do thot këtu ke autoa, do thot më fal, po auton, do thot kam si auto këtu më shpak. Do thot kaksi auto, se ke numri më i madh se një, ke kaksi auto, do thot u përdor partitivi. Këtu përdoret genetivi, do thot edhe komplet objekti, komplet kjo lause, do thot kokolause, on genetivi modosa. Eli objekti on genetivi modosa. Do thot objekti është në formën genetive, në mënyrën pjesore. Pse? Se pe tregon do thot një sen plot që po kryet veprimi, mina ostan auton. Do thot ku ka osta, do thot auton, do thot kush e blen veturën, mina, unë do thot mina ostan. Mita mina ten, që këpar bëjun, do thot mina ostan, unë blej, që në këtë rasë minka, është pyetja minka, nuk ka mo mita. Këtë rasë është minka. Minka mina ostan, pyetja është e kjo që është një sen në pyetje, mina ostan auton, unë e blej një veturë. Do thot po të ishte dy vetura e përpjet, këshë do të themi auto. Kjo do thot është kur është një sen i plot. Do thot komplet objekti është në genetivi modosa. Vazhdojmë. Do thot procesi on vallmis. Do thot tarvicen puhelimen. Do thot puhelin është një telefon. Po në këtë rast themi tarvicen puhelimen. Do thot kam nevojë, më nevojitet një telefon. Do thot e ka kuptimin për një telefon. Këtu ke puhelinta. Puhelinta mundet me ka numri më i madh se 2, 3, 5, 10, sikur këtu kemi numrin 3, e ka kalu numrin edhe themi puhelinta. Do thot kolme uta puhelinta, do thot 3 telefona të ri, 3 telefona të ri. Këtë rast e kemi vetëm një sen, është i plot, do thot procesi, do thot vallmis, do thot procesi, komplet procesi është i kryer. Se unë thom që mina tarvicen puhelimen, unë kam nevojë për një telefon, nuk e kaloj numrin një, do thot edhe këtu, do thot objekti është në mënyrën genetivi modosa, në formën pronore, do thot akuzativi. Okej. Përveç këtyre shembujve që ke, do thot kur është procesi i vallmis, do thot edhe on yksiasja selka, do thot genetivi ka dhe verbet e veta. Do thot edhe ka disa verbe që përdoret genetivi me tu. Për shembull, edhe në ato raste objekti është në mënyrën genetive. Si për shembull, mina muistan lisan, do thot lisa është emri i lisës. Edhe në këtë rast jo mina muistan, unë e mboj mend, do thot, e kujtoj, e mboj mend. Pyetja është kenet, do thot, ka e mboj mend, por derisa e themi emrin, atëherë përdorim do thot genetivin. En, do thot shkronja en shtot në fund sikur këtu lisan. Po nëse themi dikon po nuk ja tregojmë emrin, unë mund të them mina muistan henet, unë e kujtoj ato. Do të thot e mboj mend, më kujtohet, mina muistan henet, ose mina muistan sinut, ose mina muistan tejdat. Unë ju mboj mend, për shembull juve, po përderisa është emri në pyetje, atëherë përdoret do të thot genetivi. Sikur në këtë rast, mina muistan lisan, do thot unë e kujtoj, e mboj mend, do thot lisen, do thot kjo, do thot komplet objekti. Në këtë rast është në mënyrën genetivi. Pse? Se është një sen, do thot një person i qartë, do thot që përdoret en, do thot en genetivi moto.
tasatilan 24 ta genetivi muoto. Vazhdoj. Hen unohti puhelimen kotiin. Do të thot hen unohti, do të thot ai harroi puhelimen kotiin. Do të thot e ka harru një gjë të plot. Jemi të folë do të thot për një sen. Puhelin është telefoni, po në këtë rast bëhet puhelimen. Sigur këtu që ke një sen i plot puhelimen, edhe këtu thuhet puhelimen. Do të thot ku ka unohti puhelimen, kush harroi telefonin? Hen. Hen do të thot mundet me konë femër ose moshkull, do të thot nuk caktohet zgjinia në gjuhën finlandeze. Hen, ai ose ajo mundet me kenë femër ose moshkull, do të thot hen unohti puhelimen kotiin, do të thot mita hen teki, do të thot çfarë bëri ai? Hen unohti, ai harroi. Minka hen unohti kotiin, çfarë harroi ai në shtëpi? Puhelimen. Do të thot pyetja është mihin hen unohti puhelimen, ku harroi ai telefonin? Kotiin në shtëpi. Do të thot kjo është verbi që përdoret genetivi, vazhdojna. Këtu kemi sinatunnet pekan, do të thot ti e njeh peken, do të thot peka është perusmuoto. Emri, po në këtë rast gjuhën finlandeze edhe me emrat përdoren rregullat, do të thot këtu kanë qenë dy kaksikota, do të thot dy këja kanë qenë, këtu në këtë rast u bë pekan, do të thot u bë një person i plot, se pyetja është minka sinatunnet ose kenet sinatunnet. Do thot kën jeti, do thot muna me kenë këto mina ose sina. Sina do thot ti e njeh peken. Ku ka tunte pekan, do thot kush e njeh peken? Sina. Do thot sina, ti tunnet e njeh pekan. Do thot ti e njeh peken. Do thot në këtë rast komplet kjo lause këtu është do të thonë genetivi modus. Do thot kjo objekti është shumë e rëndësishëm në gjuhën finlandeze, i ka si që i ka marrë këto tri forma që i merr. Partitivi, genetivi edhe perusmuoto. Do thot partitivi është pjesurja si që tregova, genetivi ose akuzativi është do thot kur një sen është i plot, se i ka yksjasia në valmis, procesja në valmis, edhe kur i ka verbe, do thot me verbe, edhe perusmuoto, do thot forma bazë. Në këto tri mënyra komplet fjalia që i kena fjali që i përdorum, që i shkrujna, që i lexojna, njënën për këtyne tri mënyra mundet me konë objekti, do thot komplet lause mundet me konë njënën për këtyne dyave, për këtyne trija më falë. Do thot vazhdojna, mina naen kisan. Mina, do thot unë, këtu nuk e kom shkru në mina për arsye se kom dosh me botivis, do thot me shkurtu sa ma shumë tekstin në mënyrë që me nxonë krejt këtu në këtë tavë, do thot në këtë tabel. Do thot naen, do thot unë e shoh, mina naen, ku ka nae, ku ka nake, kush peshe, do thot mina, unë jo maj që pe bëj veprime, do thot mina naen, min ka sina naet, çfarë peshe, do thot mina naen kisan, do thot kisa është perusmuoto, është një moce. Po nëse do të ishin dy moce, plotësisht mund të them, mina naen kaksi kisa, do thot kaksi përdoret partitivi, do thot komplet objekti është mënyrën partitivi se po themi dy moce. Po në këtë rast po them një është në pyetje. Mina naen kisa, do thot unë peshon mocen autosta. Mina, unë, naen, ku ka, nake, mina naen. Min ka mina naen, kisan, mista, autosta. Do thot unë jam në vetur dhe unë e shoh do thot mocen nga vetura. Do thot vazhdojna, këtu kemi tyën tek ja. Tyën tek ja do thot punëtori, një punonjës. Okay. Tyën tek ja papa pomon huamenna, do thot tyën tek ja papa pomon huamenna, do thot tyën tek ja i vjen e ka kuptimin një punëtor. Këto është verbi tavata, është në zgjedhim, do thot në mënyrën e tretë zgjedhimit, do thot hen ose tyën tek ja është njëjtë, tyën tek ja do thot një punonjës, tapa do thot e takon pomon. Pomo është shefi, do thot bosi. Këtë rast të themi tyën tek ja tapa pomon, do thot një punëtor e takon shefin huamena, do thot nesër huamena. Ku ka tapa pomon huamena, do thot kush e takon shefin nesër? Tyën tek ja, do thot punëtori e takon shefin nesër. Do thot kenet, ko e takon nesër, do thot punëtori, ko e takon, këtë rast është emri i personit, do thot i shefit, themi pomon. Do thot pomo është një shef, pomon, do thot kur është me verbi, do thot e takon shefin.
Vazhdojna. Këtu e patu ma heret hen luke Romania, do thot procesi nuk u kon hale valmis, do thot nuk kon unkeske, nuk u kry veprimi. Në këtë rast e kemi tyto, do thot vajza, luki, do thot luke është lexon, luki u kry veprimin, do thot luki e ka lexu Kirja, ose Romanin, do thot Romania, këto do thot roman, do thot ajo sa jo lexon roman. Po në këtë rast e kemi tyto, do thot një vajzë, luki lexoj një roman. Do thot një roman, një vetur, një telefon, një shtëpi, një vend pune, një laps e kështu me radhë, kur është një fjali plot, atëherë përdoret kjo eni, kjo do thot është genetivi. Do thot komplet kjo fjalia këto që është tyto, luki, romanin, elen, do thot këtu përdoret imperfekti, do thot koha luki, do thot luki e kryti veprimin, po e kallzojna kur do thot kjo luki është koha, do thot në shqip është koha e pakryme, po në këtë rast do thot këtu pe cekum. Për shembull sikur dikush nëse ka vdek, edhe e tregojna vitin kur ka vdek, për shembull hen kulli, vuana, për shembull tuhat ydeksan sa ta visi kymenta, ai vdesh për shembull në vitin 1950, atëherë e përdorin do thot luki, do thot në këtë rast e përdorim, sikur ato që pe përdorim kulli, do thot pe tregojna kohën kur ka ndodhur veprimi, edhe këto pe kallzojna kohën kur ka ndodhur veprimi, do thot veprimi ka përfundu, do thot leximi i romanit ka përfundu dje. Tyto, do thot një vajzë, luki lexoj romanin, një roman ejlen dje, do thot. Këtu komplet kjo fjali, do thot lause, kokolause, on genetivi modosa, eli objekti tastatilantesa on genetivi modosa. Ja të këta me tempen, e të vazhdojmë. Tanan osin udet kenkat, do thot, përveç që është akustativi, do thot mundet me kon, edhe kjo genetivi, do thot mundet me kon moniko, edhe yksiko, do thot yksiko dhe moniko. Do thot, nëse është një sen, e themi me në, se një person ka qenë. Po nëse janë shumë persona që i kemi po ose kemi kry një veprim, atër themi tanan, do thot tanan, sot, ostin, bleva, udet kengat. Shembull usi është i ri, sikur këtë që ke uta partitivi, këto është udet. Kengat do thot një pal këpuc, këto udet kengat e ka kuptimin tanan, ostin, udet kengat. Do thot sot bleva një pal këpuc, do thot janë dy këpuc, por janë një pal, do thot nuk ka më shumë se një pal. Do thot tanan, ostin, udet kengat. Millojn, do thot millojn, ostin, udet kengat. Kur bleva, do thot këpucet e reja, tanan, do thot sot u kry veprimi. Mita, do thot në tekse mitka, ostin. Çfarë bleva, do thot kjo mitka e ka kuptimin demoniko tash është mitka. Do thot mitka, ostin, thot veprimi u kry, çfarë bleva, udet kengat. U bleva një par këpuc të rej, ose mund me them millajset kengat ostit, kätetyt, pa i udet. Pa i bleve këpucet e reja, po të vetra, unë them tanan, ostin, udet kengat. Sot bleva një par këpuc të reja, do thot kjo është që sa i përket genetivi mua, do thot akuzativi, do thot kur është një sen i plot, një gjë, sikur këto që thash peka, romanin, kisan, do thot është një sen, po përderisa është moniko, do thot me te, sikur me thonë mina nën tyën tek jat, unë pe shoh punëtore, do thot tyën tek jat. Në të aspektin janë shumë persona, po i shoh të gjithë, do thot, ose mina nën kisat, ose mina nën kojrat, mina nën autot, kadulla, do thot unë i shoh veturat në rrugë, do thot kjo është kur përdoret në shumës, teja moniko do thot përdoret në shumës, edhe eni moniko do thot yksiko përdoret në njëjës për një sen të plot. Do thot kjo ishte partitivi, veprimi është ende kesken, nuk u përfundu hale. Genetivi do thot veprimi veç është valmis, do thot on jo tehty, as janë jo tehty, on valmis. Ja, do të thot është një sen i plot, kjo është genetivi, do thot objekti mundet me kon 3 mënyra, e para ishte partitivi, veprimi nuk u kry hale, genetivi, veprimi është i kry,
Edhe e treta dhe e fundit është perros moto, do thot forma bazë. Do thot në cilat raste objekti është në formën bazë. Në këtë rast nuk po shtohet nyksiko, nuk po shtohet do thot as partitivi as genetivi. Do thot kjo perros moto do thot që nuk përdoret as partitivi as genetivi. Do thot fjalia rrin në formën bazë. Perros moto, do thot moto është forma, perros është bazë, në formën bazë. Në nominativi sa, do thot nominativi është në rasën e parë, do thot nominativi sa, perros moto. Do thot në cilat raste objekti është në perros moto, do thot nuk po shtohet as partitivi as genetivi, okay? Perros moto është në këto raste. Kesh ky moto në formë urdhnore, për shembull nëse unë i them dikujt ota tama, merre këtë, ose për shembull osta tama, bleje këtë, ose tuo mulle vihko, do thot vihko për shembull pelona është ato fleturia, edhe unë them hey Antex, tuo mulle veta, për shembull këtë rast është uj, po kur është në perros moto atëherë them Antex, tuo mulle vihko. Vihko është një fleture, tuo mulle vihko, më sjell lutem një fleture, do thot atë fleture. Kesh ky moto, do thot mënyrë urdhnore, kur urdhnojmë me bë diçka, përderisa është në mënyrë pozitive, do thot jemi të fol, për shembull ava ovi, është mënyrë urdhnore. Ava ovi, hape derën. Këtë rast është mënyrë, do thot objekti është në mënyrë do thot në perros moto, në formën bazë është pozitiv, po nëse është negativ, do thot qysh thash më herët, nëse është fjala negativ, komplet objekti është në mënyrën partitivi. Për shembull, unë them ava ovi, hape derën, ose ava ikunat, hap dritaret. Këtë rast është do thot në perros moto, mundet me kon ava ovi, do thot është ava ovi është nyksiko, do thot perros moto yksiko, ja ava ikunat është do thot perros moto, po është do thot mnemoniko, do thot komplet objekti është mnemoniko në këtë rast. Po nëse është negativ fjala, atëherë themi ala ava ovea. Ovea do thot është fjala ovi der, mënyrën partitivi është ovea. Po në këtë rast është perros moto, do thot jena të fol për formën bazë. Kesh ky moto, do thot forma, do thot kur jep urdhën, pako lause, do thot fjali pako, në të aspektin që do të mu bo kjo. Për shembull pita, do thot duhet, edhe ta e dy, edhe kjo është duhet, po pita është kur në kirja kjeli, përdoret më shumë, e ta e ty, do thot dyat e kanë kuptimin duhet, edhe kjo on tehtava. Trijat e kanë kuptimin duhet, do thot on tehtava, por kjo on tehtava është pak ma, do thot e ka sebin, tonin, pak ma tron se këto dy tjera. Për shembull, ndryshe është me thonë minun pita osta usi puelin, ndryshe është me thonë minun ostetava usi puelin, do thot mund, në të plektin, unë duhet me bli një telefon, për shembull, minun pita osta usi puelin, unë duhet me bli një telefon, së është diçka urgjente, po nëse thonë minun ostetava usi puelin, po thonë mund duhet, sikur me thonë gjithqysh, do thot unë duhet me bli një telefon, se kjo është do thot kjo tehtava, ose osetava, pestava, mentava, toltava, tyeskemneltava, potava, janine dhe ven, dhe thot kështu përdoret kjo tava, kur është më e fortë se këto dyja, po trijat e kanë kuptimin të duhet, do thot. Po kjo është, mos harroni, është pak më e fortë kur përdoret, kjo është pasivi, do thot. Participi pasivi, do thot, është rregullat e participit, atë përdoret pasivi, është forma pasive. Përdoret edhe në këtë rast, do thot rasti I parë ke kur japim urdhën, rasti I dytë kur neve na duhet me bë diçka, fjalia është duhet me bë, ose edhe e treta është pasivi, do thot sikur me thon men syeden, për shembull juodan, ostetan do thot në këtë rast është sikur me thon me sugjerue, ostetan usi auto, le të blejmë një vetur të re, ose ostetan usi puelin, le të blejmë një telefon të re, ose ostetan usi talo, le të blejna një shtëpi të re. I shohim edhe shembujt, mos harroni, perros moto, do thot objekti mund me qenë në formën bazë në këto raste.
Kur është keskymuoto, do thot forma urnuse, pak kollause, do thot pak kollause janë këtu që I kom shtin klapa, këtu do thot pita, tajty edhe on tehtava, kjo është e dyta, edhe e treta dhe e fundit është pasivi. Do thot pasivi është edhe në shqip pasiv. Le t'i morëm shembujt. Keskymuoto I kena këtu do thot edhe pse I kena trijat, I kom do trijat për se cilën kom morë shembuj. Për shembull, keskymuoto. Unë do thot dha urdhën. Ota kirja, do thot ota kirja, merr libren. Merr libren, një libër është në pyetje, po them ota, po japi urdhën, nëse them otan kirjan, them unë marr, do thot një libër, po këtu në këtë rast po them ota kirja, po japi urdhën, merr libren. Pallauta kirjat, do thot kirja është yksiko, një libër. Pallauta kirjat, kjo është te Monika. Te do thot Monika, do thot edhe kjo peros moto mundet me kon yksiko, fjalia nuk po ndryshon, edhe mundet me kon te Monika, do thot shtohet veç teja. Përdoret trupi I fjalisë, do thot ju peros moto, po përdoret vartalo. Kate tam vartalo, do thot përdoret trupi I fjalisë, formohet do thot fjalia në trup, pastaj trupi I shtohet teja, do thot te Monika, sikur në këtë rast. Pallauta kirja, do thot kthej librat, për shembull nëse I ke marr një libra për me lexu, I ke marr 2, 3, 5 libra për me lexu në biblioteke, mund të them për shembull pallauta kirja ston, kthej librat në bibliotekë, më thonë për shembull urdhën. Urdhri as nuk është në zbutje, as nuk është në mënyrë tepër të fortë, po është thjesht urdhën. Si voa huane, do thot pastroje dhomën. Do thot si voa huane. Huane është një dhomë, si voa do thot si voa huane pastro dhomën. Tuo minulle puelin. Më bir telefonin, ma sjell telefonin. Tuo, më sjell minulle mua puelin telefonin. Do thot kur përdojna urdhën, atëherë me përdorin peros moto. Do thot tuo minulle puelin, më sjell telefonin. Ose syo omena. Do thot syo normal me verbet që janë për të ngrënë, përdoret në shumicën e rasteve partitivi, po kur e kemi kuptimin për një moll, për shembull sikur këtu që kemi shembullin syo omena, do thot syo omena. Haje mollën, do thot e ka kuptimin për një moll plot, do thot prej fillimit deri në fund, do thot një moll komplet hoha deri në fund. Edhe urdhën syo omena, do thot mollën, një moll. Kjo është që sa I përket keskymuoto, do thot këtu I keni të gjitha. Mundi me marr edhe screen, do thot këto se me I shkruaj të gjitha, këto se kisha sugjeruar me I shkruaj të gjitha, edhe me marr edhe shembuj edhe vet. Okej, kjo është keskymuoto, do thot këtu dolëm tash te pakollause, do thot te fjalia, do thot pako që do të më bë. Këtu thon minun, po këtu e kom bë mun, po e kjeli për pak më me shkotesë. Mun taj ty maksa lasku, do thot pyetja është Mika, sinun taj ty maksa, Mika, pse Mika, se pyetja Mika është atëherë nominativi kur do thot fjalia, do thot mirë thash fjalia edhe fjala është në perus moto, do thot në këtë rast komplet objekti është perus moto, as nuk ka marrë shtesë këto lasku, as nuk e kena bo laskua, as laskun umet lasku, se pyetja është Mika, do thot sinun taj ty maksa, çka do të me paguti? Minun, mun taj ty maksa lasku, mun do të me pagu një fakturë. Ose fakturën, e kemi fjallin për një. Këtu është sun on tehtava usi sunit jelma, do thot kjo është pak me fort se kjo taj ty, se po thëm sun, do thot është sinun on tehtava. Do thot ti duhet me bo, do thot sinun on tehtava, kjo ka kuptimin tehtava, është verbi tehta, është verbi numër 2. Sinun on tehtava, ti duhet me bo usi, suni telma, do thot usi është I ri, suni telma është një plan, do thot një plan të ri. Kjo është peros moto, do thot si shpesheni nuk po ndryshon. Sun on tehtava usi suni telma, do thot ti duhet me bo një plan të ri, peros moto. Edhe këtu kemi tama on pestava, do thot për shembull, nëse është një taki, do thot një gjaket, ose është një vetur, ose një rrugë, ose çka do që tjetë që është një, unë mund të them, kjo është për mu la, për shembull, nëse dikush për shembull punon në një vend, ose në larje, ose të veturave, ose në larje të rrugave,
tjetër puntur më në thonë tama on pestava. Do thotë kjo vetur, tama auto on pestava. Kjo vetur është për mu lo, do thotë kjo duhet mu lo. Okej? Tama on pestava. Kjo është për mu lo, këtu mund me shtu shemull tama vate on pestava. Kjo rrugë është për mu lo, se tama takki on pestava. Do thotë kjo gjakit, javne është për mu lo, do thotë pestava. Tama on pestava. Mika on pestava. Çka është për mu lo? Shemull, tama auto on pestava. Kjo vetur duhet lo, do thotë. Tama auto on pestava. Perus moto, do thotë. Komplet objekti në këtë rast është perus moto. Formën bazë. Dhe këtu kemi të thotë pasivi. Do thotë kjo është e funit. Pasivi përdoret atëherë për shembull kur sugjerojna diçka ose kur themi se bëhet për shembull diçka, sikur në këtë rast me thonë ostetan auto, le ta blejna një vetur. Kjo auto as nuk pe merr partitivi, as pe merr formën genetivi, po qëndron në formën bazë, sa është sugjerim, do thotë. Është perus moto, do thotë komplet objekti, do thotë komplet kjo fjalia ostetan auto është në formën bazë. Pse? Sa është pasivi dhe komplet lause, do thotë koko lause on perus modosa. Objekti on perus modosa, tasa delantesa. Objekti është në formën bazë këtë rast. Ostetan auto, le të blejmë një vetur të rej, ose do thotë është sugjerim katsotan elokuva. Do thotë me katsome ne shikojmë elokuvan një film prej fillimit deri në fund. Këto është sugjerim, do thotë katsotan elokuva. Le të shohim një film, le ta këshyrim do thotë një film komplet. Katsotan elokuva, le të shohim një film. Kakku syetin kokonan, do thotë kakku është do thotë një turt, syetin do thotë unë ngrën, kokonan, plotësisht do thotë e gjitha turta unë ngrën, do thotë. Edhe këtu është mika syetin kokonan, do thotë pyetja është mika, dhe pse normal kjo përdoret kakku, do thotë është ajne sanat, do thotë përdoret e ajne sanat, po në këtë rast është një turtë e plut, do thotë është ngrën një turtë e plut, edhe këtu është pasivi, kjo është verbi pasivi, do thotë pasivi syetin, do thotë u kry veprimin, do thotë këtu është katsotan, le të shohim, këtu kish mujt me qenë katsotin e shikuam, ose këtu është syetin, kakku syetin kokonan, do thotë tortja unë ngrën e gjitha. Edhe këtu është kirja luetan lopun, do thotë mika luetan lopun, çka lexohet deri në fund? Kirja, do thotë këtu është kirja, është një libër i plot, kirja luetan lopun deri në fund, do thotë një libër lexohet deri në fund, edhe këtu kemi ju o dan kahvit, le të pim kafe, do thotë këtu është te Monika, do thotë kjo perus moto, objekti do thotë mundet me konë në formën partitive, këto mos harroni, do thotë objekti mund të jetë në këto tri forma. Forma e parë partitivi, me verbe, me që shkazohet me numri më i madh se dyshi, se nishi, negativi ose fjolla negative, edhe do të thotë ajne sanojnë kansa. Do thotë pensa on kallista, do thotë nuk mundemi me numru, genetivi si që veç e spjegova, yksja si ja kokonan edhe procesi në valmis, edhe forma e tretë është perus moto, forma bazë, do thotë nuk shtohet as nuk hiket, do thotë nuk hiket sempre fjalie, por pas që nëse është në moniko, atëherë shtohet te, sikur në këtë rast, ju o dan kahvit, le të pim do thotë kafet, edhe do thotë sinut kucutan juhlin, do thotë ti do thotë ftohesh në fest, do thotë sinut, ti do thotë sinut me te, sinut, një person, ti ftohesh në fest, edhe këtu ovet avatan kello kahdeksan, shembull. Dyrt hapën në orën 8. Do thotë kjo ishte sa i përket objektit. Faleminderit që shikuat dhe shihemi në videon e radhës. Mojka.